Të nderuar vëllezër besimtar, një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përderisa po ngjitej në mimber, ashtu sikur sa u ngjita unë sot, dhe i ndodhi diçka çka nuk i kishte ndodhur më herët. I ndodhi diçka e çuditshme, mirë po e çuditshme për sahabët, për shokët e tij të cilët nuk e kishin pa më herët, mirë po jo e çuditshme edhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam, sepse ai po vepron me shpallje. Mon diçka po i shpallët, mirë po ende nuk po e kuptojnë shokët e tij që janë prezent. Çfarë është kjo? Që ndodhi e që si kishte ndodhur më herët të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta nuk është diçka shumë e çuditshme. As nuk është diçka për të çuditur shumë, mirë po ndodhi për herë të parë dhe mos ka ndodhur asnjëherë duke u ngjitur në mimber pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ajo që ndodhi, besoj që jeni kurreshtar me e ditë, ajo që ndodhi është se në shkallën e parë të mimberit, pejgamberi alayhi salatu wassalam me zafa amin, s'kishte thonë më herët. Shkallën e dytë, amin, s'kishte thonë më herët. Shkallën e tretë, amin, s'kishte thonë më herët. Mon 3 herë amin me za dhe po e dëgjojnë gjithë. Sepse mimberi pejgamberit alayhi salatu wassalam i kishte 3 shkallë. Mbaroi hutbja, mbaroi ligjërimi, mbaroi namazi, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam betën të hutum. Kujt i tha amin? Çfarë tha amin? Pse po e thot kët amin pejgamberi alayhi salatu wassalam? A u lut për dikan? A erdhi ndonjë myshdje? A erdhi ndonjë përgëzim? Apo çfarë? Edhe sikur se pritej, njëri prej shokëve të tij po e pyet, "O i dërguari i Allahut, aminin 3 herë që e thove. S'kemi dëgjuar ndonjëherë duke thonë amin. Apo na tregon se çfarë ndodhi?" Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Po, sikur don të thotë unë qëllimisht e thash me zon, që ju më u bë kurreshtar, se pse po e tham këto." Thot, "Po, isha në shkallën e parë të mimberit, Gjibrili, Meleku Gjibril. Dhe më tha, i dështuar, i dëshpruar, qoft ai i cili e mrin Ramazanin, e arrin Ramazanin dhe nuk del i falun prej tij." Do të më tha, "Thuj amin", i thash amin. Pastaj në shkallën e dytë prap Gjibrili dhe më tha, i dëshpruar dhe i dështuar, qoft ai i cili i arrin 2 prindrit e tij ose njërin prej tyre dhe nuk bëhen sebeb që më fal gjunat. Thuj amin, thash amin. Dhe në të tretën prap më tha, i dëshpruar dhe i dështuar qoft ai i cili kur e dëgjon emrin tan nuk dërgon salavat mbi ty. Thuj amin, thash amin. Të nderuar vëllezër besimtar. Kjo tham që nuk kishte ndodhur më herët. Mirë po Allahu i lartësuar në këtë formë e kishte dërguar Melekun Gjibril që më ia u dhon këto 3 mësime të mëdha shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastaj më na i dhon edhe neve këto 3 mësime. Dhe ai i cili tregohet neglizhent ndaj këtyre 3 mësimeve, dhe ai i cili tregohet i pakujdesshëm ndaj këtyre 3 ofertave të mëdha, më të vërtetë është i dëshpruar, do të jetë i dëshpruar dhe do të jetë i dështuar edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Pastaj të nderuar vëllezër, nuk është e lehtë që Allahu me këtë amen me çu Gjibrilin tokë. Pastaj Gjibrili me i thon amen kësaj, pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam me i thon amen. 2 aminat më të sigurt, 2 aminat që s'kthehen kurrë. Prapa. Amini i Melaçës, Gjibrilit, edhe amini Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mirë, a e kanë merituar këta 3 persona ose këto 3 kategoritë njerëzve me u lut kundër tyre? E kanë merituar, sepse mos e meritonin nuk do të ndodhte kjo. Sepse sikur po don pejgamberi alayhi salatu wasalam më na dhon këtë mësim, edhe më thon, "O njerëz, Allahu a ka sjell Ramazanin, mundësi të madhe dhe mundësi të papërsëritur dhe të pazëvendësueshme që më u falë dhe më u liru prej gjunaheve në Ramazan, edhe gjitha ato mundësi, gjitha ato punë që i ka caktuar në Ramazan, kret këtu për më na fal prej gjunaheve, edhe prap nuk e arrim këtë, edhe nuk e kapim këtë ofertë, atëherë ku po don me çumë i dëshprum, ku po don me çumë i dështum, ku po don me çumë demel, edhe ma neglizhent. Për ata dhe po i thot Meleku amen, amen. Sepse Allahu e ka dërguar Ramazanin për shumë e të mira, një prej tyre është me na liru prej gjunaheve dhe me na fal. Allahu i lartësuar, Allahu na fal. E dyta, të nderuar vëllezër, ofertë e madhe.
Ofertë e madhe me jetu me prindër, me qenë në shërbimin e tyre, edhe me fitu pastaj xhennetin e Allahut lartësuar. Me dytë ose me njonin. Kjo shpjegohet shumë bukur, sidomos në kohën tonë, kur trit edhe trejat janë në gjendje me punu me orar të gjatë, disa orash, madje me qenë në shërbim të njerëzve për një rrugë që nuk po e nënçmojmë, as nuk po e vlerësojmë, mirë po është neglizhente me ja ofru edhe shërbimin më të vogël nonës edhe babës me ja ofru një gotë ujë. Ose kur ti thot çu që ta thot jo. Ndërsa atje dhëtor nuk thot jo. E shumë prej këtyre punojnë në për institucione të ndryshme që kujdesen për njerëzit që s'kan kujdesje. Don për plakun që se njeh e që paguhet për ta për me rrugë dunjas, 10 orë në shërbim. Për babën që s'paguhet me rrugë dunjas, po paguhet me rrugë të ahiretit edhe për nonën, valla s'pamuj. Çu vet. Thon humbet kjo ndjesi që me fitu xhenetin edhe xhenemin, me fitu xhenetin edhe me fitu xhenemit përmes respektit ndaj babës dhe nonës. Pastaj kjo është temë gjatë. Mirë po, Allahu përderisa e ka bë babën edhe nonën derë të xhenetit, edhe derë të faljes, edhe derë për me shpëtu xhenemit, edhe e lëshon dikush këtë mundësi, edhe na po flasun për njerëzit që kanë synim xhenetin. Edhe thot unë du me hynë xhenet, ndërsa babën edhe nonën e ka të shtëpia, edhe nuk i shkon ndërmend se nona dhe baba janë dy për në xhenet, ka po lyp xhenet tjetër kati. Ka don me ra për me shku në xhenet. Kur xhenetin e ki të shtëpia, Allahu ta ka bë babën derë të mesit xhenetit, ndërsa xhenetin e ka bë te kom të nonës, ka po do mjamojt për me shku në xhenet. Tregom rrugë tjetër. A ka një rrugë më të lehtë? S'ka rrugë më të lehtë, ka rrugë dëshpërum, sepse pejgamberi alayhis salam thotë qofti dëshpërum, qofti dështum, ai I cili nuk e arrin këtë me babën e vet edhe me nonën e vet. Këto muslimanët e parë kanë kuptuar mirë, po dhe muslimanët tonë deri para pak kohë kanë kuptuar mirë, sepse baba dhe nona kanë qenë diçka të mëdha, kanë qenë shenjta, respekti, edhe mirësjellja ndaj tyre ka qenë në kulmin e synimeve të shumë prej atyre që kanë qenë para neve në këtë vend. Mirë po sot ka humbë kjo ndjesi. Pastaj, të gjitha të rrogat e dunjas, të gjitha të kapital që e bën, duke qenë larg shërbimit nonës edhe të babës. Wallahi me këtë ato me I shkri asërezën e derës, pallatit ku hin xhenet njeri s'u ne pagun me të. Asërezën për me qel derën e pallatit, jo të xhenetit, derën e pallatit që Allah ju ka bë pallate xhenetlive, s'u ne pagun me të. E me çfarë tregtie jetu voti? Me çfarë kriterje tu jetu? Ku je ke mësy kështu? Ku do me shku kështu? Ndërsa Allahu I lartësuar ta ka dhënë mundësinë që me mri pallatet më të larta, nën të cilat rrjedhin lumej, edhe ka çka syni nuk ka pa, veshi nuk ka dëgjuar dhe kur si ka shku në njerit përmes babës edhe nonës. Sepse aty është kënaqësia me shërbi babës edhe nonës. Tregohet që njërit prej muslimanëve të parë, Abdullah ibn Mubarakut, kur I ka vdek nona, e kanë po tukajt, edhe të kajtën të madhe. Ka thonë që ka shumë po mërzitesh, po to po mërzitna për nonën. Po po mërzitna edhe diçka tjetër se Allahu ma mshelini derë xhenetit. Unë kom pas derë këta. Unë se kom shiku si non, unë kom shiku xhenetin tem, unë babën e kom shiku xhenetin tem. Për ata unë kur nuk jam tregu neglizhent, as kur nuk më ka ardhur mërzi për kur më kanë kërku shërbim sepse ajo ka xheneti jam. Baba është xheneti jam, shkruajnë krye. Shkruajnë krye dhe mëse hiç kurmo, baba është xheneti jam. Nona është xheneti jam. E kur e ke xhenetin përpara, pastaj aktivizohesh edhe I thu neglizhencës papa. E treta, të nderuar vëllezër, salavatet për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Sot shumë njerëz, shumë musliman, e përmendin Muhamedit alayhis salatu wassalam, thonë që kanë qenë shok të klasës. Ose thonë që kanë qenë punëtor bashkëresh dikon ose kanë nejt dikon ose kanë qenë shok të fëmijës. Ai është Muhamedi alayhis salam. Allahu thot mos e thirrni ato. Mos ju drejtohej atina, o Muhammed, sikur se e thirrnin një tjetrin. Sepse Allahu na ka nderuar me ta, mos ishte Muhamedi alayhis salam. A kishmi ditë çka është agjërimi? A kishmi ditë çka është namazi? A kishmi ditë çka është xheneti ose xhem? A kishmi ditë çka lyp Allahu prej neve? Sot njerëz me tituj, me I thirr pa titull, doktorët me I thon filanët, ka dalë se e kom boni shkollën, ato jam lodh, I kum qit do shkruajna përpara. Më fal doktor filani. Më fal profesor filani, akademik filani, inxhinier filani. Mos mrami, nëse s'kemi çka më thoni, I them zotri, çe respekt. Mos më thon emrin, vetëm emrin, pa e shoqëruar me diçka që në ndonjë fjalë respektuese. Ne Muhamedit alayhis salatu wassalam, Muhamedit me cilin Allahu na shpëtoi prej zjarrit të xhenemit, edhe na e tregoi rrugën e xhenetit nëse e pasojmë. Edhe më thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Andaj sa herë dëgjojmë emrin e tina, të mos bëhemi të maqar, mos bëhemi kapras, mos paku thë Muhamedi alayhi salam. Mirë, çka bëhut? Dhe çka ça? Kush thot Muhamedi alayhi salam, Allahu 10 herë çon përshëndetje mbi ta. Një herë mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, ai Allahu 10 herë. 10 herë, Allahu 100 herë. Kështu që prap na fitojmë. Prap situata është në favor tonin, mirë po të tregojmë edukatën e lartë, të tregojmë dashurinë dhe të tregojmë sjelljen për njeriu i cili na i tregoi rrugën dhe na shpëtoi. Na shpëtoi rrugën. Na tregoi rrugën dhe na shpëtoi prej lajthitjeve e Muhamedi alayhi salam. Andaj të nderuar vëllezër, po e kthejmë hadithin ndryshe. Ai i cili ka orë Ramazani, edhe është bë sebeb për me fal, lum për ta, kish me thon pejgamberi alayhi salam ndoshta. Edhe Xhibrili kish me thon, lum për ta. Ai i cili e rrin babën edhe nanën, ose njërin prej tyre, edhe bëhet sebeb që kujdesin ndaj tyre dhe sjellja mirë ndaj tyre, ja fal gjunohat, lum për ta. Xhibrili lum për ta Muhamedi alayhi salam. Ai i cili e dëgjon emrin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, çon salavate, edhe shpreh dashuri dhe respekt për ta, lum për ta, lum për ta, lum për të tret. Allahu na boft të tillë, ndërsa na largoft prej atyre të cilët i humbin këto 3 shansa të mëdha, i humbin këto 3 mundësi të mëdha. Allahu na mësoft me jetu mirë, me vepra të mira, me gjunat të falura, me jetu faqebardh, me vdek faqebardh, me Muhamedin alayhi salatu wassalam u ringjall, xhennetin me fitu e prej xhenemit me shpëtu, s'ka diçka më të madhe se sa kjo. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.